Unë, për Parim Rama, betohem se do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat si kryetar i Komunës së Prishtinës. Kemi thirrur mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës dhe po ashtu jemi mbledhur për të diskutuar mbi çështjen e përfshira në rendin e ditës, siç është zgjedhja e kryesuesit të ri të Kuvendit. Unë, Lumnie Mikulloci, betohem se do t'i kryj me nder, besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrës dhe të ushtrojmë autorizimet e mia si antar i Kuvendit të Komunës së Prishtinës, në mënyrë që të sigurohen kushtet për jetë të qetë për të gjithë. Ftoj kryetarin e zgjedhur të kryeqytetit që të dalë para Kuvendit dhe ta bën vetimin. Unë, për Parim Rama, betohem se do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat si kryetar i Komunës së Prishtinës me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të siguroj kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Unë, si edhe 4 vitet e kaluara, do t'jem këtu 24 orë, 7 ditë në javë, gati për bashkëpunim dhe për zhvillim. Pa ngjyra politike, pa inate e pa barjera. Qytetarët nuk kanë zgjedhur për t'i ushqyer egot tona, por për me punu për ta. Uroj që një qeverisje e tillë e hapur, përgjegjëse dhe vizionare të jetë shembull edhe në nivel qendror. Ju e dini që unë as nuk jam dalë e as nuk do të ndalem para asgjëje kur bëhet fjalë për zhvillimin e kryeqytetit dhe për të drejtat e qytetarëve tonë. Dhe kështu do të vazhdoj edhe në këtë mandat. Për këtë betohem sot. Konstatoj se kryetari ka dhënë dhe nënshkrua betimin dhe merr zyrtarisht detyrën.